Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të nderuar, motra të respektuara, vëlla i dashur Esmerald, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e tij të shumta, për begatinë e tij të madhe, i cili me nderin e tij, me ndihmën e tij, me këtë privilegj nga Allahu azza wa jall, po kemi mundësi me u marr me shkencën e tajwidit, vazhdojmë me mësimin e radhës tek dispozitat e nunit sakin, nunit statik dhe tenuinit. Tash do ta trajtojmë rregullin e iklabit. Iklabi, el-iklab arabisht do të thotë të shndërrohet në diçka tjetër, do të thonë nga forma e saj natyrale të ndroje apo të shndërrohet. Ndërsa terminologjikisht iklabi është shndrimi i nunit sakin apo tenuinit në mim. Prandaj është quhet shndrim, se prej nunit sakin, do të thonë shndrohet në mim. Për këtë arsye edhe në Kur'an, thonë e vendosin një mim të vogël. Tek rregulli i iklabit e vendosin një mim të vogël, që do ta shohim. Do të thonë tek këto shembuj të cilët do t'i përmendim. Ajo që është më rëndësi të dim se është vetëm një shkronjë, është shkronja B, ku vjen pas nunit sakin, do të thonë këtu duhet të shndrohet pra në mim. Duke lënë një hendek mes buzëve dhe duke mos bashkuar totalisht gjatë shqiptimit, do të thonë gjatë implementimit të këtij rregulli. Tash në shembuj do ta shohim praktikisht shumë qartë këtë rregull. Ajo që është me rëndësi, shikues të nderuar, të dini se gjatë shndrimit prej nunit në mim, do të thonë kur e kemi nunin sakin dhe kemi tenuin, pastaj vjen shkronja germa B. Tash gjatë shndrimit në mim, aty duhet të lihet një hendek i vogël mes buzëve dhe duhet të bëhet me ghunne, me tingullin hundor, dhe që zgjat 2 lëvizje. Tash do t'i marrim disa shembuj me lejen e Allahut azza wa jall, edhe ju shikues të nderuar, vëllezër të dashur, motra të respektuara, përsëritni këto shembuj pas meje dhe pas Esmeraldit. Tash këtu po e shef pas hemzës ka ardhur nuni sakin, e këtu tash po ta vënë me dije, do të thonë në Kur'an e ka vendosur një mim të vogël që është iklab. Kjo shndrohet tash, nuni shndrohet në mim, ama duke respektuar rregullin e iklabit që e shpjegova. Prandaj lexohet anbihum. Shkruaj aquí ghunnen, 2 lëvizje, do të thonë shkon gjatë, edhe që është më rëndësi, e bën mim, do të thonë çati mimin, ama e respekton këtë formë. Nuk thu anbihum, gabim është, po thu anbihum, edhe e lënë një farë hendeki të vogël mes buzëve. Do të thonë kjo është shumë më rëndësi. Anbihum. Pak leje një farë hendeke. Anbihum. Afërsisht. Anbihum. Vazhdojmë. Anburika. Sami'un basir. Mundohet iklabin me qitë në dritë më mirë. Mundi më mirë iklabi. As nuk thu sami'un basir, as nuk thu sami'un basir, po thu sami'un basir. Edhe këtu te B është një diferencim shumë i vogël, po është i mirë. Do të thonë është shkalla e lartë e respektimit të tajwidit, është kur e thu, nuk e thu ba, po B. Sami'un basir. لينبذن من بعد يومين تشتو تمثل ابونا اظهار من بعد كارد باي هذا ما نيش كروين من بعد ليه فرهنديكي مزبوز من بعد
Ma mirë. Zawjin bahij. Zawjin bahij. Tash e tha idhar, zawjin. Zawjin. Qashtu, zawjin e bon mim, ama më tek mimi, që shtam, e len në një farë hendekit vogël edhe e bon me ghunne, do thonë me tingullin hondor, këtë po do të më përsërit. Do thonë dy gjëra. Një e bon mim, pastaj gjatë shëndrimit, do thonë e respekton këtë tingullin hondor edhe e len një farë hendekit vogël, do thonë nuk e mshir komplet. Në këtu më njëherë këtu për shumë zawjim behij. Zawjim behij. Atë zawjim behij, gabim. Zawjim behij. Zawjim behij. Behij tash tha pa kalkale. A është mirë me thonë me kalkale. Qëtëri rregull që kemi pas. Zawjim behij. Zawjim behij. Qashtë. Po i marrëm disa shembuj tjerë nga Kurani famuljar, edhe ju shikues të nderuar mos harroni të përsëritni edhe ju këto shembuj bashkë me neve. Këtu për shembull vjen shembulli i ardhshëm min bani Israila min bani min bani min bani min bani min bani. Tash ti tha min bani tha. Po. Jo, kështu s'duhet. Se çat hendekën nuk e respektove. Edhe ghunën duhet më gjithë më mirë. Min bani. Min bani. Mirë. Min bani. Min bani. Ta shumë mirë, tash po na vjen një rregull që e kemi pas. Këtu e kemi tenuinin, e kemi pastaj hemzën. Cili rregull është kjo? Cili rregull kjo? Kjo që trajtuam më herët. Kjo idhari. Se hemza po vjen, shef? Mas tenuinit. Habbatin anbatat. Do thonë hemzën e thu qartë. Habbatin anbatat. Këtu e kemi iklabin, këtu më herët, do thonë para kësaj është idhari. Habbatin anbatat. Anbatat. Thuja habbatin 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 anbatat. 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 Qashtu. Sumbulatin. 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 Mirë. Min anba'i. Min anba'i. Min anba'i. A këtu cili rregull është kjo? Min, ma i pari min anba'i. Cili rregull është i pari? Idharit. Sepse pas nunit sekin, po vjen hemze. E tham parza që hemze është për gemave të fytit, edhe duhet paqetër të bëhet çka? Idhar, qartë, domethënë të thuhet. Këtu për shembull nuk kemi mundësi me bë të kjo e parja të bëjmë të idgham, apo të bëjmë iklab, por të themi min anba'i. Tash të dyta, këtu e kemi nunin sekin, edhe kemi pastaj be. Be është shkronja e iklabit, prandaj themi çka? Anba'i. Anba'i. Min anba'i. Po, veç ma qatë hendekun që tash mas buzëve, është mirë me respektu, edhe ghunë me sabah. Min anba'i. 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 Po. Basirun bil ibad. Basirun bil ibad. Basirun bil ibad. Basirun bil ibad. عليم بالظالمين. عليم بالظالمين. عليم بالظالمين. عليم بالظالمين. لنسفعا بالناصية. لنسفعا بالناصية. لا. لنسفعا بالناصية. لنسفع بالناسية. كلها تنوين. تنوين شكرية أما إخلاب بوت أبا. أما يقول لنسفع بالناصية. يقول لنسفعا بوت ميم. لنسفعا بالناصية. لنسفع بالناصية. لنسفع بالناسية. Afërsisht. Që këtu e shef shumë qartë që në Kur'an, më thonë vendoset një mim I vogël. Min ba'di Musa. Min ba'di Musa.
من بعد موسى Min ba'di Musa. من بعد موسى. Po, ky është pra rregulli i iklabit, që është ndërrimi, do thonë nga forma e mëparshme në një formë tjetër, do thonë ndryshimi nga forma e natyrshme në diçka tjetër, që është këto prej nunit sakin në mim, duke respektu shumë e rëndësishme, duke respektu, do thonë ghunnën, edhe duke lënë një hendek mes buzëve që mos të mbyllet totalisht. Do kjo është rregulli i iklabit, edhe shikues të nderuar mos harroni edhe jo që në Kur'an kur të vini, do thonë kur të takoheni me këtë rregull që ta keni parasysh se jeni duke lexuar iklabin. E te iklabi keni shumë lehtë me ditë se është iklab sepse në Kur'an, që përmendëm më herët, vendoset një mim i vogël. Edhe aty e shifni shumë qartë, edhe dalloni se është iklab, edhe zbatoni praktikone, që në praktik. Edhe keni parasysh se me vepra, me ushtrim, më thonë, kështu e mësoni më mirë, duke e zbatu, duke e implementu, edhe kështu forcoheni më shumë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.